Drejtoresha për kulturë, rini dhe sport në komunën e Prizrenit, Ailin Sheshko Hajdari, ka reaguar lidhur me akuzat dhe pakënaqësitë ngritura për procesin e ndarjes së subvencioneve në këtë drejtori. Përmes një reagimi të publikuar në Facebook, Sheshko Hajdari ka thënë se procesi është zhvilluar në përputhje me procedurat e legjislacionit në fuqi, ndërsa ka mohuar se vendimarrja për përfituesit është bërë nga drejtoria. Ajo ka sqaruar se përgjegjësia e saj ka qenë propozimi i komisionit për vlerësimin e projekteve, ndërsa vlerësimi dhe piksimi aplikacioneve është bërë nga ky komision. Si drejtoreshe drejtorisë për kulturën dhe sport, përgjegjësia ime ka qenë propozimi i komisionit për vlerësimin e projekteve në përputhje me procedurat e legjislacionit në fuqi. Vlerësimi i aplikacioneve, pikëzimi dhe rekomandimet për përfituesit janë kryer nga ky komision në mënyrë të pavarur dhe sipas kritereve të përcaktuara në thirrje publike, ka shkruar ajo. Sheshko Hajdari ka thënë se drejtoria është përballur me akuza dhe pakënaqësi nga disa anëtar të kuvendit komunal të lëvizjes vetvendosje. Sipas saj, në seancën e fundit ishte kërkuar që komisioni për vlerësimin e projekteve të paraqitej në kuvend për të dhënë sqarime, por kjo kërkesë nuk ishte miratuar. Një kërkesë e tillë nuk gjen mbështetje në kompetencat ligjore që rregullojnë raportimin e shërbyesve civil. Prandaj edhe nuk i miratua nga kuvendi, ka deklaruar drejtoresha. Ajo ka thënë se pavarësisht kësaj, drejtoria kishte organizuar një takim për të mundësuar përfaqësuesve të interesuar qasje fizike në dokumentacionin e kërkuar me qëllim të rritjes së transparencës. Fatkeqësisht, takimi nuk u shfryzua për dialog institucional dhe është anuluar nga ana jonë. Në vend të një diskutimi të rregullt dhe profesional, u zgjodh një qasje komfortuese me praninë e mediave dhe me akuza të paraprigatitura, duke zhvendosur fokusin nga fakte si spektakël politik, ka shkruar Sheshko Hajdari. Ajo ka theksuar që sipas saj çdo kërkesë për qasje në dokumentet e paraqitura deri tani është trajtuar dhe përmbushur brenda fateve ligjore. Edhe në të ardhmen, çdo kërkesë për informat apo dokumentacion do të trajtohet me të njëjtën përgjegjësi, profesionalizëm dhe transparencë, ka thënë ajo. Sheshko Hajdari ka bërë thirrje personave që pretendojnë se gjatë procesit është shkelur ligji që tu drejtohen institucioneve të drejtësisë dhe organeve mbikëqyrëse. Nëse dikush konsideron se gjatë këtij procesi është shkelur ligji apo është tejkaluar kompetenca, institucionet e drejtësisë dhe organet mbikëqyrëse janë adresa e duhur për trajtimin e këtyre pretendimeve. Ne do të zëvendësojmë institucionet me debate politike apo gjykime mediatike, ka deklaruar ajo. Në fund, drejtoresha e DKRS-s në Prizren ka thënë se mbetet e hapur për bashkëpunim dhe dialog institucional, por ka kundërshtuar politizimin e proceseve profesionale. Transparenca nuk është vetëm fjalë, por praktikë që kemi dëshmuar. Bashkëpunimi është gjithmonë i mirëseardhur, politizmi i proceseve profesionale nuk i shërben askujt, ka përfunduar Sheshko Hajdari.